Monika Kryemadhi, pas largimit nga politika, i ka hyrë seriozisht botës së ekranit. Tashmë, pas filmit Më Fat, ajo do të jetë pjesë e emisionit Big Brother VIP Albania, i cili nis sot. Zyrtarisht bëhet e ditur se ish kryetarja e Elsis dhe ish bashkëshortja e Ilir Metës do të jetë opinioniste në këtë reality show, duke ju bashkuar Arber Hajdarit, i cili mban këtë rol për edicionin e 5 radhazi. Lajmi u bë i ditur zyrtarisht nga Top Channel. Ju kujtojmë se një ditë më parë, Big VIP Albania ju njoftoi se opinionistja e këtij spektakli pritet që të ishte Monika Kryemadhi. Ja çfarë tham një ditë më parë. Pritet zyrtarizimi në opinioniste si asnjëherë më parë në Big Brother VIP 5. Ndërsa Big Brother VIP Albania 5 po troket me premierën e madhe këtë të shtunë më 20 dhjetor. Burime të shumta nga produksioni dhe nga mediat roz, por rrëfejnë emra që pritet të trazojnë ujërat e shtëpisë më të famshme në vend. Është konfirmuar tashmë se edhe këtë edicion moderatori do të jetë përsëri Ledion Liço, ndërsa disa emra për banore qarkullojnë. Për sa i përket opinionistëve, publiku është i bindur se do të jetë përsëri Arber Hajdari. E le të themi se kurioziteti më të madh për këtë sezon e ka marrë opinionistja, e cila ende nuk është e konfirmuar nga produksioni. Disa emra janë lakuar, por personazhi i fundit që po qarkullon në media, thuhet se sipas burimeve të sigurta nga produksioni do të jetë Monika Kryemadhi. Një lajm që po pritet mirë nga publiku, i cili shpreson shumë që kjo të jetë e vërtetë, duke u nisur nga intelekti, përvoja dhe karakteri i saj. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.